Gjarë edhe Ozempiku, pra të gjithë GLP-1 agonistët, janë një zgjidhje kur ka dështuar gjithçka. Do të thënë, kur ti për peshën flas, dhe shumë e rëndësishme kjo që njerëzit ta kuptojnë, janë një vendim që duhet të vihet në balancë sa efekte anësore ka situata jote, pra pesha jote tani për shëndetin, sa po të rrezikon ty pesha jote tani dhe sa të rrezikon marrja e këtij mjekimi. Dhe këto i vën në balancë vetëm një mjek i cili të thotë që unë mendoj që rreziku është më i madh nëse ti lë këtë peshë që ke trupore tani për shëndetin tënd, se sa të marrësh Ozempikun. Me këtë dua të them që Ozempiku dhe Mounjaro dhe gjitha këto mjekime nuk janë pa gjë, nuk janë pa efekte anësore. Përkundrazi kanë goxha pikpyetje që vazhdimisht po dalin problematika, por problemi më i madh është që këto nuk të zgjidhin shkakun dhe në momentin që ti ndërpret Ozempikun ose Mounjaron, ti rikthesh menjëherë atje ku ishe dhe me masë muskulare më të pakët. Për të ndjekur videon e plot në YouTube dhe shumë të tjera, bëni subscribe në kanalin Blacklight Media.